pasur ditën sot, Migen? Ose më saktësisht dita e zakonshme e një aktivisti në Shqipëri? Po sot ishte ditë jo e mirë në kuptimin e kohës, edhe ishte shi. Po gjithsesi, kjo ishte për në fakt për një aktivist. Edhe kur është shi, nuk është se dilni dot në për ato protestat edhe. Ka një kështu aksion tek shoqëria civile. Shoqëria civile gjëja që ditë bëj më mirë është të ankohet. E ke parasysh ti përveç se ditë mirë të ankohesh, gjen edhe kohën që ankohet në kuptimin e shiut, kështu që të bëhen over, bëhet më shumë se ç'duhet. Po dita nis tek qendresa, ku ne kemi ekipin, zyrën edhe pas një sakrifice për të shpërën fëmijët në kopshte edhe për të shpërndarë ata, më pasaj fillon dita më e mirë në zyrë edhe kryesisht me punët që janë të përditshme të administrimit, edhe pastaj kur ka elemente të ndryshme që e thyen atë rutinë, sigurisht që bëhet më interesante, po ne jemi një vend që rutina thyet shpesh, edhe konteksti i ditës sjell shumë elemente të ndryshme. Fjala vjen ditën e sotme, ne kemi pasur mundësinë që të publikojmë një material mbi listat e kandidatëve dhe çfarë ofrojnë ato për zgjedhësit, le të themi. Edhe me që ma përmendet, çfarë ofrojnë ato për zgjedhësit? Po shikoj shumë interesante. Ne patëm mundësi me një nga analistët që punon për ne të shikonim në 180 kandidatët që partitë kryesore, se duhet kuptojmë, partitë kryesore janë ato të cilën nxjerrin deputet. Edhe më shumë përfaqësues në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Ajo që ishte interesante është që 16 nga le të themi ata të cilët pothuajse janë edhe në listë të sigurt, kanë probleme me drejtësinë. Në një mënyrë apo në një tjetër janë në hetim nga spaku. Dikush për falsifikim, dikush për shpërdorim detyre. Por që partitë politike ne mendojmë dhe do të donim që ata të cilët kanë probleme me drejtësinë, t'i linin, të mbaronin punën me drejtësinë, edhe më pas t'ja jepnin qytetarëve për të kuptuar nëse do i votonin ose jo. Kështu që nuk është lajm i mirë që 16 kandidatë në listat e Partisë Demokratike dhe Socialiste janë pjesë e vetëm të këto dy parti. Edhe Partia e Lirisë, e cila kryetarin e ka të arrestuar, edhe një kandidat tjetër. Janë diku tek 9 tek Partia Demokratike dhe 5 tek Partia Socialiste. A ka ndonjë reagim nga partitë se çfarë do bëjnë me këto emra apo? Jo, nuk ka reagim sepse ato tashmë është e freskët sapo i kanë vendosur në lista, kështu që ja kanë hedhur publikut për të votuar ose jo. Po frika jonë e madhe është që nëse këta dalin të zgjidhen, me kë e kanë sfidën e kanë me drejtësinë, që do të thotë ato institucione që kanë fituar besimin e qytetarëve, që është SPAK-u, që tashmë është ja ka kaluar edhe ambasadës amerikane, edhe ambasadës së BE-s në besueshmëri, që është lajm i mirë që për herë të parë një institucion shqiptar më në fund fiton besimin e qytetarëve. Në këtë kuptim, ky institucion mund të riskojë për aq sa partitë politike kanë informacion të madh njerëzish të cilët kanë probleme me këtë institucion. Kështu që për ne është, le të themi, frikë, po edhe një lloj misioni për të thënë qytetarëve, shiko, këto janë në lista. Me që jemi te partitë dhe e hape direkt temën, pas kanë plot probleme me emrat, po a kanë programe këto partitë politike? Nga ajo që të rezulton duke qenë që e ndjek edhe çështje nga afër. Jo, ose a kanë ofertë për qytetarët, çfarë do ju ofrojnë atyre? Shiko, ju e dini edhe është bërë pak si qesharake. Unë sot po diskutoja në zyrën me kolegët dhe po i thoya, ore, po pas ka pasur shumë humorist ky tereni i politikës. Dhe ti shikon këtë lojën që ka nisur Basha me Ramën, le të themi edhe Sali Berisha që është mbajtur për një karakter të fortë, edhe të shikon disa vajza që shkojnë aty i bëjnë ca pyetje fast edhe me disa le të themi xhinglla dhe muzika që si u ka ta ndisën kështu TikTok gjithë. Por që ajo që duhet të ndodhë në fushat në fakt është që ne në fund ditës nuk do zgjedhim midis humoristëve, ne do zgjedhim ose me xhinjve, ne do zgjedhim midis partive politike e formacioneve që do të përcaktojnë në 4 vitet e ardhshëm PPP-t, investitor strategjik, Shqipërinë 1 euro, taksat, edhe gjitha strategjinë e turizmit, strategjinë e rinisë, e arsimit, gjitha këto do përcaktohen nga çfarë do zgjedhim ne në 11 maj. Dhe ne nuk e dim se çfarë do zgjedhim në 11 maj, sepse programet qeverisëse dukshëm mungojnë. Po dua të jem i qartë, jo sepse jo ndonjëherë mungojnë në kuptimin që nuk kanë ja 30 fletë për të lexuar.
Pra i kanë. Po përgjithsisht për shembull partitë e reja ose partitë e vogla edhe për të pasur një lloj dëshire për treguar një shembull edhe i kanë. Edhe partitë e mëdha përgjithsisht bëjnë një flet palosje. Problemi është këtu që nëse një parti politike premton, nëse nuk i përgjigjet pyetjes si do e bëj, kur do e bëj, sa do i kushtoj që do e bëj, dhe këto që do i kushtojnë ku do i gjej, nuk ka thënë asgjë. Pra nëse dikush thot që do e bëjmë marsimin më me shumë para, do duhet na tregoj sa para dhe ku do i gjej parat. Nëse thot që do të rrisë orën e nxënësve në shkolla, sa para duhet që të rritë orën e nxënësve në shkollë, sa mësues plus duhen, pra le të themi kemi ngelur në këtë skemën e premtimeve që janë kryesisht dëshira, dhe ne kemi pasur edhe problem. Për shembull, Partia Socialiste në zgjedhjet e kaluara kur ti mundoheshe ti monitoroje premtimet, duhet të ngërmoje nëpër video. Pra duhet të shikoje minutat e videove ku kishin premtuar diçka kryeministri, se është e vështirë ta gjehet shkruar. Kjo ëndra për t'u antarësuar në BE do jetë e prekshme pas 3-4 mandatesh. Partia Socialiste. Po shiko, është interesant. Ta tashmë është futur në narrativ. Po tani është futur në narrative dhe kryeministri vendit që dukshëm ka një pozitë të mirë në kuptimin edhe të le të themi për shkak të kundërshtarëve që ka. Edhe për shkak të dobësimit të opozitës edhe elementeve që ne tashmë i njohim në kontekstin shqiptar. Ai ka zgjedhur që të luaj me pasaportën, me ëndrrën që e kishim në vitin 1990, ku studentët mbasi rrëzuan komunizmin, brorisnin e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe dukshëm në gjithë të vite ne nuk e kemi arritur. A është e rastësishme apo ti gjykon që mund të kenë bërë disa kalkulime? Po çfarë mund të bëjmë? Për shembull, një kryeministër në qeverisje për 3 mandate, çfarë mund të premtoj më? Mund thoshte për shembull do ta bëj shëndetësinë më të mirë se bëra do 12 vjet, po ta bëj. Po shiko, ta bëj arsimin më të mirë se bëra do 12 vjet, po ta bëj. Po kjo bëhet pak e besueshme. Pra, nëse ty të ka ardhur kryeministri 3 mandate dhe kanë thënë do t'i jap ujë 24 orë, çfarë do të presësh mandatin e 4, thot tani se është edhe një gjë që thonë e treta e vërteta. Këti kanë mbaruar të vërtetat e treta, kështu që e di, po edhe me antarësimin kështu ka ndodhur, se kemi një histori të gjatë me ëndrrën tonë për t'u antarësuar. Absolutisht. I mban mend mendja këto, jemi futur në u hapën negociata, do futemi sot, do futemi nesër. Që dhe me këtë situatë kemi goxha histori. E vërtetë është, dhe unë mbaj mend që kemi pasur shumë e lote. Në fillimet kanë qenë këto asocim stabilizimi, pastaj pas asocim stabilizimit, hapje negociatave, pas hapjes negociatave. Tani kemi arritur te klasterat ose te le të themi këto kapitujt. Kush hapet i pari, kush mbyllet i fundit, kemi bërë progres ose jo. Unë mendoj që edhe në kontekstin politik ose geopolitik, mbas e kam një gjykim modest, besoj që ne jemi më afër Europës tashmë edhe për kontekstin geopolitik. Europa ka nevojë të ndihet e fortë edhe për shkak të politikës së jashtme, le të themi, të Shteteve të Bashkuara. Mendon që do ngjis ky premtim i Ramës kësaj here? Absolutisht që do ngjis, sepse unë nuk besoj se kryeministri Rama ka bërë ndonjëherë ndonjë veprim i cili nuk lidhet me psikologjinë edhe me ato çka qytetarët duan të dëgjojnë. Përgjithsisht politikanët shqiptar kanë përfaqësuar këtë lloj politike, jo vetëm kryeministri Rama, do të them edhe opozita. Përgjithsisht i kanë dhënë qytetarit atë që duan qytetarit të dëgjojë, jo atë që duhet për qytetarin ose është e mundur. Që është e mundur se kjo është diferenca po. Për qytetarët. Në këtë kuptim gjithkush do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe kjo pasaporta jonë të ketë atë elementin e BE-s. A besojmë apo jo, sigurisht që unë nuk dua të jem ndikues tek mënyra se si do votojnë qytetarët. Ne diskutojmë sloganin ose premtimin. Por analiza gjithkush ka të drejtë ta bëj. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që fatin se ku do të shkoj Shqipëria në BE apo jo, nuk besoj se e kanë politikanët e vendit, madje politikanët e këtij vendi e kanë penguar aspiratën e popullit ton për tu qasur ose për tu antarësuar në BE. Kështu që kushdo qoftë do t'i bindet vullnetit ton dhe dëshirës ton për të shkuar dhe për tu integruar. Nuk është se ata po e ndihmojnë dhe po e facilitojnë këtë, dhe unë kam përshtypjen që
këto aktorët e politikës në vendin tonë shumë e kanë penguar. Ne nuk ndikojmë dot se gjërat janë shumë të paparashikuara në Shqipëri, i paparashikuar ishte arrestimi i Veliajt. Edhe ju si aktivist ishit atje, duke duar trokitur spakun, po ju si aktivist jeni edhe duke folur për arsimin, duke ngritur zërin dhe duke folur për pensionet. Madje së fundmi keni parë dhe keni nxjerrë faktin shumë të rëndësishëm të pseudo luftës me TikTokun. Ku një pjesë e si thua varësve të kryeministrit janë duke përdorur në mënyrë shumë efektive TikTokun. Nuk e di çfarë do ndodhi nga sot e tutje, po si u ka rezultuar. Edhe sidomos kjo pjesa e luftës ose pseudo luftës që TikToku ai ka fajin. Shiko, betejë me TikToku nisi nga një incident që ndodhi në shkollën Fanoli, i cili ishte tragjik, edhe kishim humbjen e një jete të një djalit të ri, edhe si thua e futi gjithë shoqërinë në një krizë të asaj se çfarë është siguria e çdo fëmie. Ajo që bëri kryeministri ishte që adresoi në qasjen tonë në mënyrën më pak korrekte të mundshme. Dhe më ja vuri fajin një platforme ku djemtë të cilët në fakt u gjendën viktima nuk e përdornin këtë. Mirë, po kryeministri tha që unë kam pyetur 64.000 prindër, 65.000 prindër dhe 65.000 prindër ishin dakord që TikToku mbyllet dhe unë po e zbatoj vullnetin e TikTokut. Tani të kuptojmë, unë nuk jam fans fare i TikTokut edhe mendoj që kontenti aty është le të themi i dëmshëm dhe nuk dua të bëj avokatin TikTokut, por as nuk dua që në vendin tim të instalohet një precedent ku një individ, një autokrat e mbyll TikTokun si të ishte si ti doj qefi si ti doj qefi. Edhe është shumë interesante se ka shumë vende të cilat po luftojnë për të larguar TikTokun, mirë po proceset demokratike që ata kanë, kalon Senat, kalon andej, kalon këtej Amerika ose këtë, nuk e lejojnë. Nuk e mbyllin dot. Imagjino se sa, për shembull, për këta fansat që duan të mbyllet TikToku, ky vend është i mrekullueshëm, domethënë ose le të themi autokracia është shumë e fat për ta. Se shikon, mund ta mbyllësh TikTokun kështu me një të rënd të gishtit. Po, kur flasim, Por edhe mbasi ai mori vendimin për ta mbyllur, pra kryeministri mori vendimin për ta mbyllur. Le të themi, një pjesë atyre të cilët do të shkojnë, kryeministri ka zgjedhur si përfaqësues për të shkuar në parlament, janë duke e përdorur TikTokun edhe mas mbylljes prej tij. Dhe pyetja që ne ngrejmë në mënyrë morale në këto situata është që këta individ të cilët do të marrin besimin e qytetarëve dhe janë arrestuar për ekipin qeverisës ose përfaqësues të kryeministrit, nuk ndajnë të njëjtin vullnet me kryeministrin për çfarë është TikToku, apo nuk janë duke respektuar 64.000 prindrit që pyeti zoti Rama, që ne kemi pak besim që mund të jem pyetur 56.000. Po gjithsesi kemi të bëjmë me një 64-65. Kemi të bëjmë me një raport të pasinqert midis asaj që funksionarët ose si thua Rama bën edhe çka vepron pasaj. E di pse pyes Miguel, sepse një nga tezat që ka qarkulluar në publik është se TikToku po mbyllet për faktin se politikanët e rinj e kanë përdorur në mënyrë shumë efektive për të arritur te votuesi. Kjo është e vërtetë. Po kjo është e vërtetë. Dhe nuk e di se sa jeti për këtë tezë se si analizon. Shiko, ne mund të flasim post factum. Dhe politikanë që s'kan lidhje me Partinë Socialiste, se prandaj bëhet edhe kjo lufta mbase në Rogoz. Le të themi aktorët e rinj të shoqërisë civile ose individ të cilët nuk ishin pjesë e këtyre platformave komerciale ku tashmë pushteti le të themi ja ka kuptuar mënyrën se si ndërtohet algoritmi. Pra ti nuk mund të fitosh në Facebook, sepse në Facebook në raport me një postim të ministres së arsimit që e shpërndajnë 300 veta, algoritmi i Facebookut e njeh këtë postim si të pëlqyer dhe ja u çon edhe 300 vetave të tjerë. Postimin ton të dyve që nuk kemi 300 punonjës që na i shpërndajnë. Aq më keq po bëjmë një bisedë shumë kritike këtu, Facebooku nuk e llogarit ose algoritmi nuk e kupton që ky është një gjë e vlefshme dhe nuk ja çon të tjerëve. Që do të thotë, ne të dy ose aktivistët e kanë të humbur betejën midis pushtetit në këtë platformë. E njëjta gjë është edhe Instagrami, një platformë që le të themi gëzonte një lloj demokracie ku pushteti nuk e kishte zënë me mekanizmat ose nuk e kishte kuptuar algoritmin, ishte TikToku. Dhe le të themi aktivistët politik
në vendin tonë, me parti apo pa parti, kishin një reach ose një ndjekshmëri shumë të lartë dhe këtë e kanë bërë disa ekspertë që kanë nxjerrë disa analiza sa ishte pëlqyeshmëria e Ramës ose e qeverisë, me sa ishte dhe e ndodhur me këtë informacion ka dy teza që kjo veprimtari që ka bërë Rama sigurisht mund t'i shërbej për efekte elektorale, sepse këta individ do jenë më pak të zëshëm dhe do jenë më pak të arritshëm te qytetari. Pra ky është fakt tashmë. Duke marrë dhe këndin tjetër që kryesisht media tradicionale është e kapur, që do të thotë e kapur, e kontrolluar. Janë partitë kryesore aty, nuk hyn dot kushdo për të çarë ato barrikadat e ideve të reja edhe të promovimit edhe. Kolegët tuaj të Citizen Channel, mos gaboj, e kanë bërë këtë analizë ku 80% të kohës televizive zotërojnë 5 familje dhe është e kuptueshme, këto 5 familje janë të gjithë ndërtues dhe me interesa ndaj buxhetit të shtetit, le të themi, dhe sigurisht janë të limituar ndaj asaj çka mund të komunikojmë, prandaj edhe ne komunikojmë në platforma të tilla shpeshherë sepse jemi shumë herë më të lirë dhe ju jeni shumë më pak e censuruar. Në këtë kuptim, unë besoj që ky momenti ku në rrjetet sociale ose në ajo çka jep bota e teknologjisë, i jep mundësi jo konvencionales, jo asaj që mund të kontrollohet, të ketë hapësirat e vet. Një hapësirë që mund të ishte TikToku dhe jo mund të ishte, po ishte TikToku. Ishte. Po cilat janë efektet tani tek zgjedhësit? A censurohet informacioni që duhet kenë këta zgjedhës? Që do thotë, në qoftë se ti mbyll TikTokun që të jepte një informacion të saktuar për ca personazhe të saktuar politik, edhe për ca zgjidhje ose një lloj oferte ose disa oferta politike, nëse kjo platformë mbyllet, edhe nëse kemi pjesën tjetër televizioneve që kanë këtë lloj censure, atëherë a do jenë zgjedhësit e 11 majit në terr informativ? Kjo absolutisht që është kështu si e thoni ju, edhe sigurisht që është një sfidë për gjithë ata të cilët janë aktor që ndihmojnë, le të themi, zgjedhësin të informohet, bëhet disi më e vështirë. Po absolutisht që po, unë ndaj të njëjtin qëndrim që mbyllja e këtyre hapësirave sigurisht që zvoglon mundësinë e qytetarëve për të qenë të informuar me pikpamje alternative nga ato të le të themi të opozitës ose pozitës, pra dy të mëdhenjve, po që më shumë favorizon ata që janë në qeverisje. E për t'ju kthyer rutinës tënde si aktivist, se nuk do të le të më shpëtosh pa të marrë ca detaje të punës, dhe a ke pasur ditë ti shumë interesante gjatë punës tënde, ose ditë që ti i mban mend, ose protesta që i mban mend? Se kur bëjmë krahasimet themi një ditë wow, çfarë dite ishte kjo, ose çfarë proteste ishte kjo, ose çfarë bëm kësaj radhe, çfarë arritëm kësaj radhe. Shiko, është interesante sepse kur ju e thoni kështu, domethënë një ditë interesante dhe është ose një protestë ose përgjithsisht ditët e protestave janë shumë ditë intensive me një ngarkesë emocionale që nuk është e bukur. Pra unë nuk kam ndjerë ndonjëherë. Mi shpjego këtë ngarkesën. Po ja, shiko, është shumë interesante, për shembull po të zej një nga protestat më të mëdha kur unë bashkë me disa miq të mi edhe me Adriatik Lapan që sot është forcë politike, kemi organizuar protestën për rritjen e çmimeve. Dhe aty kanë qenë, le të themi, një nga protestat më të mëdha pas atyre të armëve kimike dhe ajo që ndodhte mbasi ne thirrëm protestën ishte që ishin ditë të le të themi të pandemisë, ku ti mund të rrezikoje të merrje 50.000 euro gjob për shkak se po organizoje një protestë të paligjshme. Dhe imagjinoni si mund t'i thuash vetes se kjo ishte një ditë e bukur ku ti mbart me veten mundësinë për t'u gjobitur 50.000 euro. Dhe më besoni që deri në momentin që unë kam shkuar në shtëpi ose deri të nesërmen që unë jam ngritur, kisha një breng se si do komunikoja me familjen që nga veprimtaria ime i kisha sjell një dëm 50.000 euro ku dhe si do komunikoja. Po gjithsesi, një pjesë e qytetarëve që më takonin në rrugë kishin një lloj entuziazmi dhe më thonin urime, bravo. Edhe i thoja bashkëshortes në krah, po unë s'kam filluar në një punë, më më thon bravo këta, më kupton.
Mirë po mendoj që ky është edhe një problem në mënyrën se si ne komunikojmë me qytetarët. Pra në momentin që ti ndodhesh në një protestë në krye të saj për të komunikuar, kushdo që ti jetë aty, është duke mbajtur mbas vetes një barë të madhe dhe një sakrificë të madhe me vete. Dhe nuk mundet që, le të themi, krahasimisht me këtë t'i shkojnë fjala urime, suksese. Sepse në fakt kushdo që e bën një protestë ka nevojë për mbështetje dhe gjithkusht ti le të themi ti shkojnë nga mbrapa dhe e bëra këtë sepse kjo shpesh keq kuptohet. Unë të paktën në të gjitha mundësitë që kam pasur me gjithë bashkëpunëtorët tan të organizojmë protestat kanë qenë të tilla, shoqërohen me ankth, shoqërohen me sfidë organizimi, shoqërohen me sfidën e policisë së shtetit që shpeshherë të ushtron presion, mbyllë protestën, hiqe protestën, kemi gjetur molotov në mes të protestuesve, ju jeni organizator, çfarë do bëni? Më thënë, ti ke një intensitet dhe një fluks shumë të madh elementësh që duhet të menaxhosh në të. Sigurisht që ti mund ta ndjesh ose ne mund ta ndjejmë le të themi një lloj relaksimi kur efektet e protestës mbas një ditë ose 2 ditë marrin një lloj adresimi nga qeverisësit. Aty kupton që ja vlejti, ishte një ditë e bukur, atë që ke bërë ishte e vlefshme se në fund të ditës ti solle një seri ndryshimesh për qytetarët. Për shembull, fjala vjen tek protesta e çmimeve, në ditën e 4 të çmimeve ra 400 lekë çmimi i naftës që po fluturonte se s'po e merrni vesh ku do ndalonte. Edhe që është një arritje e admirueshme. Po unë dua të pyes çfarë ndodh para protestës ose pas protestës në raport me presionet politike. A ka ndodhur të kesh ndonjëherë presione politike të tipit, shiko, mos dili sot në protestë, hajde do ta zgjidhim në një formë tjetër, ose do të keni këtë lloj penalizimi nëse e bëni. Ose a ka ndodhur që ata që ju shoqërojnë qytetarët që mblidhen bashkë me ju të jenë të presionuar ose të friksuar? Ky është realiteti i vendit tonë edhe është e tepër që themi që kjo është një histori romantike. Pra, kjo nuk është këto lloj organizimesh nuk janë organizime ku ti bën një xhiro nga liçeni. Edhe janë të gjitha, le të themi, në doza të caktuara, në moment caktuar janë të ndryshme. Por duhet kuptojmë një gjë ose si funksionon, le të themi, ose si funksionon këto prapaskenat e politikës edhe të aktivizmit. Kryesisht partitë politike nuk merren drejt për drejt me individët që e kanë ndarë mendjen për rrugën e tyre. Që do të thotë gjithkush e di që vjen apo s'vjen një parti politike, unë si Miguel e kam ndarë mendjen. Rigelci e ka ndarë mendjen, Kolindo e ka ndarë mendjen, Vivi e ka ndarë mendjen. Domethënë, njerëzit që ne jemi, si Dorela e ka ndarë mendjen, Edisoni gjithashtu. Domethënë, jeni një grup aktivistësh që nuk luajnë nga istikami çado që të ndodh. Politika kryesisht këtë e ka mësuar dhe nuk të bën presion ty të drejt për drejt, po fillon edhe le të them shantazhon gjithë ajo çka ty të mban më këmbë. Njerëzit që besojnë te kauza që ti ke. Ose që ju keni në këtë rast. Del ministri i mbrojtjes dhe i thotë qendresa ka qenë një deklaratë tek protestat e le të themi për humbjen e Martinit, ku thonte që qytetarët të veshur si qendrestar protestues në fakt janë njerëz të mbushur me ambicie politike dhe ne do t'i bëjmë këtë, do t'i bëjmë atë. Mirë po, nëse për mua nuk bën asnjë përshtypje, prindrit e mi i bien telefonin nga Amerika dhe thonë të zhvëm mbrapa ministri, shqetësohet le të themi Tezja, Vjera, njerëzit që ti kur do të qetësohesh shkon tek ta, ose ta ajo foleja e ngrohtë jote fillon edhe bëhet e pa ngrohtë, sepse njerëzit fillojnë edhe shqetësohen dhe përgjithsisht ata e kanë kuptuar këtë mekanizëm dhe më besoni, edhe ata e dinë që kur bëjmë presion, nuk e bëjmë për atë që në fakt direkt bëjmë presion, po bëjmë presion që nëna kur shkon në shtëpi të qaj sepse nipi është futur në telash, gruaja të qaj sepse nipi është fëmijët të pyesin çfarë ka kryeministri Oba apo kryetari i opozitës Oba që të ka sulmuar kështu. Nuk janë të gjitha rastet e mia, po them si funksionon. Dhe kjo sigurisht ta destabilizon pak atë dhe të tjerët që janë afër jush mundet të kenë këto presione pra qytetarët që duan t'ju bashkohen në kauzat që besoni. Gjithmonë funksionon. Gjithmonë shiko, pushteti kur protestat që zgjasin, pushteti i merr masat edhe bën të shkëput çdo ditë. Unë e them me shumë bindje. Për shembull, kryeministri Rama e ka kthyer në metodologji demontimin e një proteste. Si e bën?
ç'a ndodh? Ditën e parë ti e gjen veten me një pjesë të madhe e qytetarësh, sepse qytetarët irrituar nga arroganca e kryeministrit apo qeverisë së tyre, së tij, ndodhen në shesh. Çfarë ndodh? Ai e ul ritmin dhe shkon edhe më takime. Po nuk e bën me ty takimet, po i bën me të tjerë si ty. Pra nëse ti del për mësuesit, ai vetë takon mësuesit. Dhe një pjesë e qytetarëve mendojnë që e shikon, kryeministri vurimant u ul edhe po komunikon me ne. Dhe fap shkëputet një pjesë tjetër. Dikush nga qeveria del edhe thot, ata janë të politizuar, ata i ka marr filan politika apo filan, dhe një pjesë që nuk duan të afilohen me politikën, që i ka nxjerr Berisha, një pjesë që nuk duan të jenë Berisha, thoshi, por na përdor Berisha ne, dhe ikën demontohet një pjesë tjetër. Gjithmonë është e zakonshme në çdo protesta u politizua, ke lajmet, ke shkrimet, u politizua protesta. Shiko, po shkojnë te Berisha ose po shkojnë te Rama kur ishte Rama, pra është teza e zakonshme që ndodh. Kjo është e vërtet, po duhet jemi të qartë. Nuk ka asnjë protestë që nuk është politike. Pra partizua. Po njerëzit tentojnë të kuptojnë kur themi politike, njerëzit tentojnë të kuptojnë që është partijake. Dhe për shkak se partitë, kur flasim për atë kush është institucioni më besuar, nëse s'paku ishte në krye, partitë politike në fakt janë të fundit. Janë të fundit. Dhe imagjinoni tani që kur kryeministri thotë që kjo u politizua, është duke i thënë qytetarëve që jeni duke u bërë pjesë me një institucion që ju i besoni më pak nga të gjitha. Dhe jo më kote thotë që u politizuat dhe një pjesë e mirë ikën. Një pjesë tjetër pasaj, sigurisht që bie pre e presionit, dikush nga qeveria, ministria ose elementet tjera thonë që protesta është e dhunshme, ç'duhet kjo, këto kërkesat janë të mira, këto dhe ata friksohen se mos në vendin e punës si u ndodh ndonjë gjë, ikin dhe ata, dhe pasaj më fantastikët fare janë ata të cilët fillojnë edhe ndërtojnë konspiracione mbi të gjithë elementet. Për shembull, kur kemi qenë tek disa protesta, mua më kanë thënë është i rusëve. Kupton, si u ka dalë që është i rusëve, pastaj është i Sorosit. Pastaj si u ka dalë që është i Sorosit, është i Berishës. Domethënë, gjithmonë mundohen të ndërtojnë elemente të teorive konspirative për ta demontuar. Dhe për ishte vërtetës, në të gjitha rastet ja del. Është e kuptueshme, ti ndodhesh në shesh pa lista, pa autobus, pa financa, vetëm me vullnetin tënd dhe disa qytetarëve që duan të artikulojnë diçka. Dhe gjithë kjo industri sigurisht që do fitoj mbi ty. Por në të gjitha rastet unë jam i lumtur dhe i krenar që ja kemi dalë. Sa vite të bën Migjen që merresh intensivisht? Nuk më vjen shumë kështu këtu se e ke parasysh duket sikur jam ndonjë kështu protestues profesionist. Jo. Shiko, unë mund të marr, domethënë që 15 vjeç, domethënë që 15 vite më përpara, me njerëz sa kam mbaruar studimet nuk jam pak si arkitekt. 15 vjet. 15 vjet që jam i interesuar dhe kontribuoj në aspektin e hapësirës publike. Sigurisht që me rritjen, le të themi, dhe me eksperiencën që fiton, në vitet e fundit kanë qenë vite ku të cilat mund të artikulosh më mirë, po dhe mund të facilitosh më mirë ose ndihmosh më mirë këtë komunikimin midis qytetarëve, qeverisë dhe ti bën ndërmjetësin. A ke pasur momente që ke qenë i demoralizuar, që ke dash me hiq dorë? Gjithmonë, unë jam gjithkohës i demoralizuar. Na shpjego pak këtë, domethënë je i demoralizuar, ke kaq shumë energji edhe vazhdo nuk e hiq dorë. Si funksionon ky raport? Është shumë e vërtetë. Ne dhe me aktivistët kur komunikojmë tek qendresa, gjëja e parë që themi është që nëse ju mendoni që ne doja dalim, do demotivoheni. Pra është e kot të motivohesh me faktin që ti po ja del dhe ti do t'ja dalësh. Edhe në këtë vend, për shkak se shumë pengesa vinë, nëse ky është kriteri, ti e gjen veten në krye të vitit një njeri i demotivuar dhe duke gjetur një rrugë tjetër. Unë nuk kam zgjedhur që të kontribuoj nga perspektiva e të motivuarit, po unë kam zgjedhur të kontribuoj nga perspektiva dhe atij që bën gjumin e qet natën. Pra, ajo që bëj unë ditën më bën të ndjehem qytetar që i kam përmbushur dëshirat dhe kriteret dhe ato që besoj unë se duhet bëj një qytetar i mirë. Dhe më besoni që në çdo ditë që dështoj, unë vetë flej i lumtur, sepse them ka një histori shumë të bukur që është kështu pak religjioze, që kur një nga profetët, populli mblidhet edhe do që ta djeg në një turë të madhe druri, flakët kalonin kështu 11 kate, edhe një milingone vogël atje shkon edhe e frynte zjarin. Edhe le të themi një nga engjëjt vetë i thotë, "Ore milingon", thotë, "Po kjo
ky zjarri është 11 kate, pse i fryn ti? Po unë tha i fry, tha që kur të shkoj tek Zoti, tha ti them në anën e kujtisha. Dhe kam përshtypjen që në këtë shoqëri çdo qytetar do duhet që të mas veten me këtë. Jo se sa e mundshme është fitoria, jo se sa e mundshme është t'ja dalësh në një betejë dhe sa shanse ke ti për të fituar, po sa ti bën detyrën tënde si qytetar dhe në anën e të cilëve ti je. E me që po flasim për përpjekjet edhe për sfidat edhe për kënguljen për të bërë atë që duhet të bëjmë të gjithë në fakt, a ka të rinj aty mes jush? Si është ky raporti? Apo kryesisht ata që ju bashkojnë janë të rinj? Ne përgjithsisht e kemi gjithë, si këtë thuash, angazhimin tonë të dizenjuar tek të rinjt. Edhe sepse besojmë që komuniteti i të rinjve është një komunitet i cili, le të themi, mbart atë kurajon edhe shpirtin ose guximin më të madh. Ju mbase mund ta kuptoni, kur rritesh fillojnë edhe vjen disa mekanizma konjunkturash në funksion, që njerëzit me të cilët ti ke arritur diçka, mbase fillojnë të dalin edhe përballë dhe ti për shkak të lojalitetit nuk mund të operosh. Të rinjt nuk e kanë këtë, ata janë të guximshëm, kanë shumë pak fije për të respektuar apo elemente të tilla. Dhe ne me të rinjt ja kemi dalë të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme. Për shembull, ne në këto muaj të fushatës shohim kush deputet shkel ligjin për të përdorur burimet shtetërore. Pra ato që janë të bërë një studim shumë të mirë që nga 2024 për faktin që një pjesë e politikanëve, deputetëve, zyrtarëve janë duke përdorur burimet shtetërore, infrastrukturën për të bërë punët e tyre të fushatës edhe punën. Ne kemi dënuar 2 herë kryetarin e Bashkisë Durrësit, kryetarin e Bashkisë Lezhës. Keni bërë të mundur, se nuk e keni dënuar ju. Kemi denoncuar, e vërtet, kemi denoncuar, po jo thjesht denoncuar. Ne kemi marrë pjesë në proces, si ti marrësh pjesë në një proces gjyqësor. Pra sigurisht që vendimin e jep gjyqtari, po ti thua që e kam fituar unë çështjen sepse ti je palë në. Domethënë nuk kemi qenë thjesht denoncues, kemi qenë palë përballë zyrtarëve më të lartë të shtetit, sekretar të përgjithshëm të ministrive, drejtues të agjencisë emergjencave, zyrtar të cilët drejtues të kadastrës, zyrtar të cilët sigurisht ke frikë ti dalësh dhe të përballesh denoncosh. Dhe dikush e ka mbrojtur dhe dikush i ka vënë përpara kësaj situate një djalë i ri që sapo ka mbaruar studimet për drejtësi, i cili shkon në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, bën një mbrojtje perfekte dhe i çon të gjithëve para drejtësisë. Ndërkohë që mbase le të themi partitë të cilat kanë asetet mëdhaja, juristësh, ekspertësh, studiosh, nuk ja kanë dalë asnjëherë që kundërshtarin e tyre politik ta dënojnë me gjobë. Dhe kjo ka ndodhur me të rinj. E njëjta gjë është kur ne organizojmë protesta, peticione, janë të rinjt ata të cilët në fakt marrin kurajon edhe çojnë gjëra ndryshme përpara. Jo sepse ne kemi ndonjë kështu vërejtje ndaj ose vërejtje mund të kemi, po jo se kemi ndonjë mungesë respekti për të rriturit, le të themi, ose unë vetë tashmë nuk jam mirë sipas moshës të qenorit të ri, po y tek profesionistët e rinj. Edhe ne të rinj jemi. Është mirë ta mendojmë kështu dhe ne jemi të rinj. Po të ngelemi pak te mënyra se si përdoren burimet shtetërore, si përdorin politikanët ose deputetët, ose si keq përdorim sakt. Është shumë e vështirë që një qeverisës, pasi ka marrë një zyrë shteti, ta ndaj zyrën e shtetit nga pronë e shtetit nga pronë e partisë. Edhe ta lër atë kolltukun. Dhe ta lër kolltukun nuk bëhet fjalë fare, edhe sa si e mendojnë. Ju e shikoni, janë nga burgu edhe po mundohen të kandidojnë për kryetar për faqësues të janë në burg dhe nuk e lënë karrigen e kryetarit të bashkisë. Imagjinoni, pa që në burg si mund të imagjinoni si mund të kërkojë që ata të jepnin dorëheqje në raste të tjera. Më duket se po më thuaj një gjë shumë interesante, më duket se politikanët në Shqipëri nuk dinë as konceptin e konfliktit të interesit ose nuk arrin ta besojnë që duhet kuptojnë se çfarë është konflikti i interesit. Si mendon ti? E din qartësisht në Po konflikti i interesit është shumë larg që qytetarë, që le të themi politikanët apo shtetarët apo vendimarrësit ta marrin në konsiderat për dorëheqjen. Unë po ju them, kryetari i Partisë Lirisë kandidon ndërkohë që është në burg dhe nuk mendon të triqet nga politika.
kryetari i bashkisë i cili është në burg edhe në hetim, çfarë mund të ndodhë më shumë se t'i jap dorëheqjen kur është në të tilla pozita nga politika. Ministres arsimit i vritet në fëmijët gjatë orarit shkollës, në dyert e shkollës, dhe nuk dënjon t'i jap, le të themi, dorëheqje. Imagjinoni se sa më tolerant dhe sa më e pallogaritshme është, fjala vjen në një kështu aferë korruptive, në një efekt moral, në një efekt të konfliktit të interesit, as nuk e çojnë. Dhe ky është një standard i munguar në vendin tonë dhe është fati keq. E të ngelemi te zyra e shtetit, si e përdorin zyra, se nuk i largojmë. Jo, edhe bën mirë që si largohesh. Ne gazetarët duam detaje, ti e di. Bën mirë që si largohesh. Për shembull, ne në këto zgjedhje kemi nisur, le të themi, periudhën 4 mujore ku ndalohen përdorimi i burimeve shtetërore me 35 drejtues shkollash dhe zyras vendore, të cilët përdornin mjetet e komunikimit të shkollave dhe kanalet e komunikimit të shkollave për të ndarë materiale propagandistike. Dhe sigurisht që ne besojmë që e kemi devijuar sjelljen e tyre. Dhe nuk e harroj që kur ishim në atë sallën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që 35 drejtues ishin aty, një nga drejtuesit priti derisa ikën të gjithë dhe më tha: "Shumë faleminderit që na sollët këtu", tha, "që t'ju themi atyre që na bezdisin që mos na detyroni më të ndajmë materiale partije se po na çojnë nëpër KQZ dhe po na dënojnë." Imagjinoni se sa i përhapur është fenomeni i përdorimit të shtetit. Dhe ky është një nga gjetjet gjithashtu të OSB Odirit që tregon se pushteti dhe shteti përdoret masivisht në fushat, përdoret makina, përdoret vendi punës, përdoren le të themi ato të famshmet që të detyrojnë për të dhënë karta identiteti, për të le të themi drejtuar votën në një drejtim të caktuar, dhe këtë e bëjnë, e kanë bërë të gjitha partitë. Për shembull, ne kemi marrë gjatë periudhës zgjedhjeve lokale, kur për shembull Bashkinë e Shkodrës e drejtonte Djatha dhe Bashkinë e Tiranës e drejtonte e Majta, kur kemi parë se si vendoseshin gjobat e automjeteve në 4 muaj përpara fushatës, në Bashkinë e Shkodrës binin 80% vënia e gjobave, në Bashkinë e Tiranës binte 4 herë numri i sasisë së vënjet si gjobat, që do thonë kur bie 4 herë numri i sasisë së vënjeve të gjoba në vetëm në një fashë vjetore në 4 vite, do të thotë që dikush ka dhënë urdhër që të funksionojë kështu. Se unë besoj që 1000 polic në 4 muaj pa dashje nuk vun 4 herë më pak gjoba. Dhe këtë e kanë bërë të dyja partitë politike. Është përqeshur në fakt, po muaji i fushatës ose këto muaj janë fiks muajt ku politikanët punojnë. Edhe ne që vuajmë dhe kritikojmë dhe shohim padrejtësitë dhe i raportojmë padrejtësitë, jemi të relaksuar, sepse e dim që politikanët po lodhen shumë për atë votën e shkret, po me sa duket lidhja është që mungesa e gjobave të ketë një lloj lidhje me influencën, kam përshtypjen, të atyre që marrin vendimet për të mos i vënë apo jo. Tek analiza kur bëm këtë të gjobave, në fakt ne pyetëm edhe qytetarët se si e ndjenin ata, shteti punonte më mirë gjatë fushatës, dhe ata thonë po. Sa mirë punon shteti punon më mirë. A janë më të sjellshëm zyrtarët gjatë fushatës? Po, ishin më të mirë. Tani dilema e madhe është nëse punojnë mirë gjatë fushatës, hajde ta mbajnë fushatën një herë në 6 muaj, Hajde bëjmë zgjedhje herë në 6 muaj. Jo, unë jam edhe tjetrën. Unë jam edhe tjetrën, duke qenë që gjithçka është kthyer PPP, edhe qeverisja të jepet me PPP. Unë jam për këtë gjë tjetër komplet, por sa mirë, sa më shumë zgjedhje të ketë në kuptimin e njërë 6 muaj por ne tashme kemi njërë 2 vjetë, njërë vinë lokalet, njërë vinë qendrore. Aq më mirë është në kuptimin e që qytetarët të vendosin pa këto trazirat, pa këto kaoset që na kanë shoqëruar në të kaluarën në fakt. Po të pyeta për të rinjt, sepse sigurisht një pjesë e të rinjve do votojnë për herë të parë, një pjesë do të votojnë sërish, por do doja shumë mendimin tënd ose mesazhin më sakt për të rinjt shqiptar, a do duhet të dalin të votojnë në 11 maj dhe gjithmonë e pa lidhur me ndonjë orientim që japin me partitë politike, por a do duhet të dalin dhe të bëjnë detyrën e tyre si qytetar, a do duhet atë ditë ta marrin fatin e tyre në dorë?
është e lidhur ajo që ju thoni me përdorimin e burimeve shtetërore dhe ose me mënyrën se si punon shteti në fushat me ditën e votimit ose me pjesëmarrjen në votim. Ka një arsye pse sillen më mirë afër fushatës dhe ka një arsye pse punojnë më mirë afër fushatës, sepse është i vetmi moment ku ata ndjehen të sfiduar nga qytetarët. Pra është i vetmi momenti i dobët, fragil, ku qytetarët kanë në dorë ta votojnë ose jo. Që do të thotë, nëse ne nuk e kuptojmë këtë, nëse të rinjt nuk e kuptojnë këtë, nëse qytetarët nuk e kuptojnë këtë, që shife se sa vetëm potenciali jon e drejta jon për të votuar e bën shtetin të punojë më mirë. Domethënë vetëm potenciali për të votuar, po imagjinoni se sa më mirë do punojë nëse vota shkon edhe më mirë atje ku duhet. Imagjino të marrin vendimet e dhura, do thoshe. Pra po morën vendimet e dhura, është e sigurt që po absolutisht. Dhe nga ana tjetër, un kam përshtypjen që ne jemi zhndëruar në një vend kështu leksioni për demokracinë. Dhe ne e kemi provuar. Për shembull, unë ju kujtoj që nëse ti mungon në zgjedhje ose një qytetar ose një i ri mungon në zgjedhje, absolutisht që dikush tjetër do t'i marrë vendimet për të. Dhe kjo është aq absolute sa nuk lidhet vetëm nëse ti je një, po edhe nëse je 10 veta, edhe nëse bëhesh aty te klubi i lagjit dhe thua ne do t'i bëjmë një dëm të madh dhe nuk do votojmë. Po unë po them edhe po u bëre qytet, dhe thua ne po u bëm do votojmë. Në Shqipëri e ka provuar partia më e madhe opozitare në vend. Dhe ka thënë nuk marrin pjesë në zgjedhje. Ç'a ndodhi? Të gjithë pushtetin e mori partia që vajti në zgjedhje. Madje e tha edhe nuk marr pjesë as në parlament. Ç'a ndodhi? Qeverisi partia që kishte mandatet në kuvend. Kështu që ne jam përshtypjen që jemi precedent global për dhënë mësimin e qartë që e vetmi proces, domethënë e vetmja procedurë që ti mund të bësh në demokraci është pjesëmarrja. Dhe mua më pëlqen për shembull që emigrantët ose bashkëdhetarët tonë jashtë vendit këtë e kanë kuptuar. Dhe në këto zgjedhje do të votojnë 250.000 bashkëdhetarë që ndodhen jashtë vendit. Imagjinoni se çfarë leksioni për pjesëmarrjen në demokraci i kanë dhënë qytetarët jashtë vendit. Do të ndërpres pak. Po. Sepse këtu ka një merak shumë të madh. A do lexohet saktësisht si hidhet ajo votë? Absolutisht që po. A do jenë të sigurta postat? Posta do jetë e sigurt për votën. Si do të transportohet vota? A do të ketë votime familjare? Debatet që kanë qenë ose dilemat e tjera kanë qenë që një pjesë e si të thuash shqiptarëve që kanë pasur shpirtin opozitar kanë ikur së fundmi dhe mbase mund mos gjenden me adresat ose mund mos janë regjistruar me adresat. Të gjitha këto janë dilema që kanë qarkulluar, Po. Dhe meraku është që a do të shkojë nëse shumica do votoj X parti nuk ka asnjë problem, po a do të lexohet ashtu siç është apo do të manipulohet gjatë rrugës? Si ke gjykimin ti? Un jam i bindur që nuk ka për të pasur asnjë lloj manipulimi apo tjetërsimi të votës. Dhe për këtë jam pothuajse i bindur dhe i garantuar. Shiko, un kam pasur mundësinë që të monitoroj më shumë se sa 5 procese zgjedhore. Edhe jo vetëm unë, po edhe ekipi të cilën ne kemi pasur në terren. Në asnjë rast ne nuk kemi qenë dëshmimtar të tjetërsimit të votës. Nuk ka më në Shqipëri histori të tjetërsimit të votës. Mbase një pjesë e mirë e dëgjuesve mund të jenë skeptik për këtë dhe unë bëj debat shpeshherë me shumë njerëz dhe me ata të cilët merren me zgjedhje. Po më besoni, nuk ndodh asnjë gjë ditën e zgjedhjeve. Në Shqipëri e kemi kaluar le të themi kur ndodhin gjërat? Ndodh para. Ndodh para, po si ndodh para? Para nëse blihet. Pra, i pari fisit ka bërë marrëveshje një muaj para, o me thas mielli, o me lek, o me gjitha procedurat. Vazhdon të jetë kjo në Shqipëri? Në zonat rurale po. Në zonat rurale po. Edhe sigurisht që shitbirja e votës është fenomen. Grupet kriminale që kontrollojnë zonat të tëra është jashtëzakonisht problem. Por më besoni, ditën kur ti shkon tek votimi,
ato të cilën ke votuar ai numërohet. Nuk ka asnjë me ndryshimet e fundit, me mënyrën se si monitorohet, me mënyrën se si janë vendosur kamerat në qendrat e numërimit dhe të votimit, me mënyrën se janë të ndara komisionerët. Është do të jap pak argumentet e kundërta, më shumë edhe për debatuar pak së bashku, sepse ne raportojmë zgjedhjet dhe çfarë ndodh gjatë zgjedhjeve. Ndodh që shpeshherë KQZ-ja nuk i përdison të dhënat në kohën e dur. Për defekte teknike, po themi. Ndodh nga ana tjetër një lloj frustrimi i numëruesve ose nuk e di si ti quash, vonesa. E kemi, kjo ka qenë pjesë. Po pse mendon që kjo e tjetërson votën? Domethënë, në cilën proces vota, pra po e them. To janë rastësira që ndodhin dhe nuk kanë lidhje me un po garantoj këtë, që nëse ti shkon dhe voton për X-in, ashtu do lexohet. Çfarëdo që të ndodh me procesin, vonohet, nuk vonohet, në fund lexohet që ti ke votuar për X-in. Nuk ka pasur problematika të tilla në Shqipëri, ku ti votoje për X-in, bëheshin ca marifete rrugës për të vajtur, merrshin vesh komisionerët kur ishin në bazë në përfshatra të largëta, kur vinte proces verbali në qendër, proces verbali ishte ndryshuar, nuk përkohente me atë që ishin. Por sot unë jam i bindur që kjo nuk ndodh. Megjithëse ka shumë shqiptarë që besojnë që vota e tyre tjetërsohet gjatë rrugës. Po unë jap garanci për këtë. Shikoni vetëm do t'ju sjell një argument. Shikoni statistikat e kutive të hapura. Partitë politike nuk është vetëm KQZ-ja që numëron. KQZ-ja pothuajse nuk numëron fare. Partitë politike numërojnë. Por KQZ-ja, por ata janë të huazuar si punonjës të KQZ-s dhe raportojnë tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe partitë politike janë të gjitha të ruajtur, janë të gjitha në lojë për të ruajtur votën e tyre. Dhe askush nuk fal tjetrit, le të themi, ndërkohë që të gjitha votat numërohen me monitor. Pra sot vota hapet dhe vendoset para monitorit. Vëzhguesit që ndodhen në shkallët e pallateve të numërimit, edhe ato të cilat janë partive të vogla, mjafton të kenë një vëzhgues për çdo monitor dhe asnjë votë e tyre nuk mundet të vidhet. Sepse me një kërkesë të thjeshtë ti mund të hapësh kutinë e votimit. Në të gjitha rastet në vitet e fundit, kur është hapur kutia e votimit, partitë politike janë shier, na kanë vjedhur votat, na kanë tjetërsuar votat, kur është hapur kutia dhe është numëruar edhe një herë live me kamera, me gjitha televizione, sepse kanë qenë kuti të vogla, nuk ka pasur asnjë rast. Mund të kenë pasur raste të gabimeve njerëzore, pra në 30.000 vota, një vot mund të jetë gabuar. Po ne të gjithë e kuptojmë që një vot gabimi njerëzor është nuk tjetërson vullnetin e qytetarëve, Po me shitblerjen çfarë mund të bëhet? Me që po thua që mund të ekzistojë ose është Shiko, shitblerja e votës merr vrull dhe merr, le të themi, gas, kur alternativat nuk janë aty ose kur alternativat janë të pandeshme. Dhe unë e besoj vetë këtë. Sigurisht që është një element i ndërtuar në palishmëri dhe nëse do duhet ishim të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm, asnjë qytetar nuk duhet ta bënte, po unë e besoj që qytetarët priren të konsumojnë, le të themi, shitblerjen e votës kur nuk ka një alternativë frymëzuese. Në të gjitha rastet, alternativat frymëzuese e ngushtojnë procesin e shitblerjes së votës. Më lejoni t'ju kujtoj që në vitin 90, kur mbar për herë të parë zgjedhjet, le të themi, pluraliste, ku ishte PD-ja kundër Ramizalis, diktatorit fundit më të egërt, diktaturës më të egërt të Europës, në zonën e Nëntkaçeve ka fituar Franco Croqi, një inxhinier kundër Ramizalis. Po them një inxhinier me PD-n, ku PD-ja humbi ato zgjedhje, po në zonën zgjedhore, përballë Ramizalis, përballë diktatorit, fitoi opozita, ku kishte ushtrinë e kuqe, kishte sigurimin e shtetit, kishte gjithë presionin që mund t'i ushtroshe. Dhe imagjinoni se sa naive del, për shembull, ankesa e një partie të vogël sot, që më kanë vjedhur vota dhe unë fitova, por nuk më lan të fitoja. Imagjinoni në Shqipëri, shqiptarët kur kanë qenë të frymëzuar, kanë zgjedhur kundër diktatorit më të egërt të Ballkanit. Kështu që këto histori duhet mbyllen. Ne duhet të fokusohemi, gjithë forcat duhet të fokusohen tek alternativa. Nëse japi një alternativë e cila është e pakëmbyeshme për një 50.000 lekësh apo e pakëmbyeshme për një thesmiell. Nëse ti shkon në zgjedhje pa alternativë, pa ekip, pa ndeshmëri, pa transparencë financiare, pa demokraci të brendshme të partive politike, një qytetar i pa informuar mund të ta shes paçavuren tënde që si e duke i dhënë asnjë alternativë,
me një 50.000 lekë që mbase i vlen më shumë. Që në asnjë rast, unë e them edhe një herë, nuk duhet ta bëj. Kur flasim për votën e diasporës, ka një procedurë pak më të gjatë. Do futet zarfi, do vi me makina është. Këte kanë zgjidhur partitë politike. Partitë politike nuk i kanë besuar postës shqiptare, nuk do vi me post, mund të na kushtonte shumë më lirë, do na kushtoj shumë më shtrenjtë për shkak të mungesës së besimit ndaj institucioneve dhe do vi me post të një kompanie private. Që sigurisht e rrit besueshmërinë. A do ketë fenomenin e votimit familjar ose kolektiv? Vota e diasporës nuk e garanton, askush nuk e garanton këtë, sepse zarfi të vjen në shtëpi dhe ti do votosh nga shtëpia. Në shtëpi ti mund ta vesh tek kuzhina ose tek tavolina e bukës dhe bashkë me 5 anëtarët e tjerë filloni edhe varet nga ndërgjegjja e shqiptarëve që janë jashtë. Filloni edhe e bëni të tillë, por në të gjitha rastet duhet ta kuptojmë që është vepër le të themi në kundravajtje të ligjit nëse ti voton në mënyrë kolektive. Pra, nëse unë arrit ta vërtetoj ose ka fotografime të votës kolektive apo t'ja çosh ti votën tënde partisë që ja shikoj unë votova për këtë, ty të kap ligji dhe dënohesh edhe penalisht. Pse mendon Miguel që partitë politike u fokusuan shumë te vota e diasporës kësaj radhe? Sepse është për herë të parë dhe ishte një terren i pasigurt. Në vendin tonë për shkak të strukturës së patronazhimit nga të dyja partitë, nga të dyja forcat, ata e kanë të kontrolluar, le të themi, mënyrën se si votojnë. E din rezultatin, jo finalin, por kanë parashikime, kanë kalkulime. Lëvizin me pak. Në Shqipëri ata luajnë me grin. Kush nxjerr votën gri të votojë. Edhe kjo sigurisht. Tani gjykata kushtetuese i detyroi, nuk besoj se donin partitë politike. Nuk po ndrojmë qeverit, po ndryshojmë, po transformojmë rrugës elektoratin. Me shumë mundësi mund të jetë kështu. Gjykata kushtetuese detyroi Parlamentin e Shqipërisë që të lejonte votën e diasporës. Pra, pavarësisht se partitë politike janë duke luajtur tashmë, nuk ishte vullneti i tyre total nëse do ta jepnin ose jo votën e diasporës, pikërisht për këtë, sepse ata nuk e dinë, nuk e kalkulojnë dot se ku do të shkojë. Por unë kam një merak të madh që ne si qytetar shqiptar nuk duhet ta paragjykojmë rezultatin e votës diasporës. Unë kam parë shumë miq të mi të cilët janë bërë gati që nëse diaspora do votoj këtej, do t'i thonë diasporës e pa arsimuar e pa kulturuar. Nëse voton andej, do thonë bravo, ishte një vot për liri dhe demokraci. Nëse ligji, kushtetuta ja u jep të drejtën kushtetuese diasporës që të votojnë, ata do votojnë edhe s'ka diskutim, po pyetja që shtrohet është a e din realitetin si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri? Apo kanë kultimet, kanë jehonën e familjarëve të tyre? Po pse mendon se na duhet kjo si element? Nuk na duhet. Qytetarët në diasporë janë shtetas që mbajnë pasaportën e Shqipërisë dhe si e tillë që sillin kursimet në Shqipëri, që mbajnë familje patjetër, tu bjem dakord. Po dhe nëse se bënin këtë, ata mbajnë një pasaportë e cila në mënyrë kushtetuese ju jep të drejtën të votojnë. Jo, nuk po flasim për të drejtën e tyre për të votuar. Shpesh ne themi që ata nuk bëjnë asgjë, pse do votojnë e do vendosin ata për ne. Jo. Kjo nuk duhet shtruhet, atë shtohet gabim kam përshtypjen. Pyetja ime është kjo që ne po jetojmë Shqipërinë, jemi këtu. Po. Sigurisht ka një diferencë. Madomendje e provojmë vetë kur ikim një muaj jashtë Shqipërie dhe kur kthehemi nuk e dim se çfarë ka ndodhur, sa updatetohemi, sa përdisohemi, sa kthehemi, u kthyem. Erdhëm në bazë. Do të ta përmbys podcastin, do të pyes unë tani. Po, më pyet. Edhe do të them, nëse ata janë të shkëputur fare nga Shqipëria, çfarë duhet bëjmë? T'ja heqim votën diasporës? Jo, ajo është vendosur tashmë. Pyetja ime është, a do kenë mundësi ta lexojnë ata realitetin shqiptar si ata që jetojnë në Shqipëri? Ja. Ose më saktë, apo e bëjnë tashmë, a e dinë realisht se si është Shqipëria dhe cila është më e mira për vendin? Po, ku ndryshon një shqiptar që mbase nuk di mirë se si është realiteti nga një shqiptar që voton vetëm se duhet mbaj punën në gjendjen civile që i ka dhënë partia? Unë besoj që është më i dëmshëm ky i dyti, që është brenda vendit. Që jo vetëm që voton me koshiencë të vuaj, le të themi grupe të tëra vulnerabël ose të marginalizuara, rom, elemente të tjera, të cilët ne i kemi lënë të pa informuar dhe të pa integruar. Sa të vetëdijshëm janë për situatë.
ai zotëria që në një fshat të caktuar për shkak të kushteve ekonomike e ka shitur votën për 50.000 lekë. Sa e moralshme është ti kërkoj një nga diaspora që ti nuk e di se sa vuajmë ne këtu. Kështu që unë besoj që kjo është relative. Unë nëse do duhet kisha një thirrje, do duhet thoja që thelloni, shikoni si janë parametrat e demokracisë, çfarë thon raportet ndërkombëtare për ne, çfarë thon cilat janë programet qeverisë të opozitës, cili është programi i qeverisë si partisë në pushtet, dhe më pas votoni. Po kjo është një thirrje që ne do duhet ta bëjmë. Po nëse ata nuk vendosin të tillë edhe janë të painformuar, unë mendoj që në shoqërinë shqiptare brenda vendit ka më shumë probleme se sa të qenurit i painformuar. Është më i keq një informuar që vendos gabim sesa një i painformuar që vendos gabim. Që se ka informacionin e plot. Dhe për të kthyer ai mesazhi i fundit për të rinjt, se kam shumë merak për ta përforcuar, se ndonjëherë gjatë podcastit të gjatë, gjatë bisedës së gjatë ikin mesazhet. Cili është mesazhi yt për të rinjt? A duhet të shkojnë në 11 maj për të votuar? Edhe me këtë ta mbyllim. Besoj që s'ka ngelur ndonjë merak tjetër për të thënë për punën që ti bën edhe për sfidat që ti ke. E vërtet është, edhe unë të falenderoj për gjithë hapësirën dhe mundësinë që të bëjmë një diskutim pak më të relaksuar se ajo që është media tradicionale, po edhe për të futur në disa terrene të cilat hapësira janë shpeshherë të pashkelura, jo vetëm për hapësirës, më në media të tjera po. Po edhe për shkak se mbas teje duhet të hyjë një edicion lajmesh apo një reklame radhës, ti nuk gjen hapësirën dhe kohën për të elaboruar të gjitha. Çfarë do t'i kërkoja unë të rinjve është që as nuk e diskutoj që ata duhet marrin pjesë në procesin e 11 majit. Po duhet kuptojnë që demokracia ka mekanizma të tjera përtej votës dhe jo vetëm ditën e votimit të cilën duhet marrin pjesë, po demokracia nuk është një proces ku partitë politike rregullojnë marrëdhëniet me tyre. Demokracia përmban një seri mekanizmash dhe mjetesh ku qytetarët mund t'i përdorin për të marrë pjesë intensivisht. Nëse politika bëhet e mirë kur ne votojmë, nëse ne e mbajmë në presion gjatë gjithë kohës dhe i tregojmë që jemi pjesëmarrës gjatë gjithë kohës, peticion, protest, ankesë, dëgjes, konsultim, llogaridhënie, jam i sigurt që ky vend do të jetë atje ku duam. Pastaj nëse përtojmë që vendin tonë ta bëjmë edhe na bie më mirë që të shkojmë atje ku e kanë bërë disa të tjerë vendin e tyre, një gjë është e sigurt që më shumë se kaq nuk do kemi. Edhe ditën e 11 majit, a e keni bërë planin çfarë do bëni ju si qendresë qytetare? Ne do jemi të vëzhgoni çfarë? Ne do jemi me 20 të rinj në qendrat e votimit anë mban Shqipërisë për të vëzhguar proceset e votimit, edhe sepse është e rëndësishme që le të themi aktorët politik ta kuptojnë që janë të monitoruar dhe të vëzhguar dhe kjo nuk është një lojë të cilën ata e luajnë vetë midis njëri tjetrit, po ka edhe aksion qytetar të cilët janë të interesuar të shohin se si është rregulli. Ne do jemi duke monitoruar dhe duke vënë përpara dritës së publikut çdo parregullsi që do shohim në 11 maj. Faleminderit shumë Migen për këtë bisedë edhe për kohën që na dedikove. Shumë faleminderit edhe ju.